Zoti Krosi, kryetari Bashkisë Tiranës në Burg. A ju dëmton në Burgosja? Në paraburgim, në hetim. Dakor. Kryetari Bashkisë Tiranës në paraburgim në hetim. Po në Burg quhet, në paraburgim... Po jo pra se në Burg do të thotë kur është fajtor, nuk është fallur. Atëre ai është paraburgosur. Se në paraburgim nuk do të thotë që ka një sallë tjetër. Ai është paraburgosur për me viden që mund të burgoset. Tani, a ju dëmton burgosja e Veliajt, se sot dori një lajm e përmenda dhe pjesën e parë unë, që ka ndaluar ndërtimi shkollave dhe kopsheve. Nga që nuk firmos do të Veliajt se është në Burg. A ju dëmton ju kjo tani në... Tani, nga kjo aspekt që the këtë ndërhyrjen e dytë, padyshim, ajo që tham edhe ditën kur u arrestua kryetari i Bashkisë Tiranës, pikërisht kjo ishte, pra nuk mundet dhe nuk ka asnjë logjik për një rast i cili nuk kishte të bënte me flagrancën, kryetari i Bashkisë së një qyteti i mandatuar me votat qytetar të merret nga zyra duke lënë kaq shumë punë që ka ky qytet të pa menaxhuara. Dhe ky është një nga aspektet, po, padyshim është një nga aspektet që ju përmendët. Pra, nuk diskutohet që punën e Bashkisë Tiranës, edhe thash siç është eksperjenca, siç është praktika, siç kanë gjitha këto norma, duke qenë se siç në rast të flagrancës, mund të vazhdonte hetimin dhe këtu te hetimi ne nuk hyjmë fare, nuk kemi asnjë vlerësim për hetimin. Padyshim, nëse bëjmë se jemi funksionar partie ose kemi le të themi këtë linjën të cilën ne nuk gjykojmë hetimin, por ama ka tjerë shumë që e bëjnë këtë vlerësim, unë nuk jam pjesë e këtij grupimi që mund të merret me vlerësimin, po them për pjesën e punëve padyshim e dëmton funksionimin e Bashkisë Tiranës, ku mungesa e kryetarit, megjithëse tani nënkryetaret e kanë marrë, le të themi janë krijuar si një bord drejtues i Bashkisë, punët do përgatiten, punët do vazhdojnë, po edhe kjo që thatë ju mund të jetë një nga aspektet e mos funksionimit të Bashkisë Tiranës. Kaq kemi thënë ne. A thua vallë se Tirana gjimon e gjitha goditjet më dha e këshu për ndërtime për gjera, thua vetëm kanë mbetur këto kopshet dhe këto? Po, ndërtimet nuk besoj se ka jeni kundra ndërtimeve, të cilat janë një nga aspektet që dëshmojnë atë për cilën ne debatuam gjatë gjithë të emisionin, pra zhvillimin ekonomik këtij vendi. Rritja e fuqisë blerëse, rritja e fuqisë pronës, rritja e fuqisë... E mëruar këtë sekretar përgjithshëm ai. Ekonomia... Mbrojtja e Rion Veliaj, e kupton të... Po ta thash pra, ne nuk hyjmë te gjykimi. E ka aftësinë që mbrojtja e Rion Veliaj. Jo, dakord. Po bëj kompliment tani. Po mirë, dakord. Tani, është në Burg, vetëm proces hetimi. Jemi gati në limite. Dërhyrja e zonjës Bush. Edhe kryetari i opozitës ndajnë në rreth një vit, edhe tjetri është në Burg. Po jo, mos se tani hajde hapëm më bet se duket që do t'i rëndoj, po pse ka fituar luftën me drejtësi, nuk është fare e vërtet. Jo, qëndroi një vit në paraburgim, pavarësisht në shtëpi, po paraburgim. Fal vullnetit të tij. Martirizimit të ti vetjak. Edhe parlamentit, pra që qoj njëri që ishte... Jo, Mario, se në dini shumë. As i pandeur, as në tim. Sali Berisha që ditën e parë, kur u morë në çështja e tij korruptive për të gjykuar, u caktua me detyrim paraqitje. Dhe nëse do të kishte zbatuar këtë mas, nuk do të kishte ndodhur arrestimi. Nuk pranoi. Po mirë, dhe dorëzimi pasaporti. Po dakord, pra dakord, është kufizim liri. Nuk pranoj që të bënte këtë mas, luftoj që t'ja dilte për mos ta zbatuar këtë mas, organet e drejtësisë vendosën që meqense edhe zoti Meta në të njëjtat rrethana është. Po dakord, pra po flasim për zotin Berisha, pse e gatronin bisedën tani? Po se gatronin, pra për zotin Berisha nuk ka fituar asgjë. Fitoi atë që i dhan ata. Mbas një viti u qartësua dhe tani po shkon aty në prokurori, po mban fjalimin e tij, po lë shkresat e tij në prokurori. Po nuk ka fituar asnjë aspekt të garës ti me drejtësinë, për sa i përket çështjes korruptive. Ka fituar atë që kërkoi vetë. Garën e jep drejtësia si vendim, por unë mendoj që juve duhet ta vlerësoni atë që bëri zoti Berisha për mazë sigurisë, si deputet, sepse kufizimi i lirisë së një deputeti vendosën nga parlamenti. Ne do ta vlerësonim shumë që Sali Berisha nuk do të ishte në parlament. Mendoj që ai vendimi i zotit Berisha, po dakord, për sa do si politikan po ta them. Vendimi që bëri ai për të mos e kufizuar lirën e vet pa vendim parlamenti. Po ta them pra. Ishte një vendim që mbrojti parlamentarizmin. Mirën e pluralizmit shqiptar, Sali Berisha mos ishte më në parlament. Edhe unë kështu do mendoja, por s'ka rëndësi kjo. T'ja linde një brez i ri në Partinë Demokratike. Po s'ka rëndësi kjo. Kjo është tjetër. Por ama ajo që bëri ishte në mbrojtje parlamentarizmit dhe ju duhet ta vlerësoni, mendoj. E ka bërë transformimin e saj dhe vazhdon të transformohet sepse
e kupton që në qofë se ngell... Ajo është fasad. Po mirë më këshu me ndonë ti, po dhe sa marim vota... Fasad, ose ato fasad që mbreti Rama kërë në 98. Jo, që leo që duke që nga rruga dhe i la ministrit... Po dakord. Fasad. Po nuk e di se si qak qëndrimi ke mbajtur... Partia është e kalbur, partia ju është e kalbur dhe nuk ka votim. Nuk e di qak qëndrimi ke mbajtur në 98. Po kam bine që dhe ti dhe unë... Dhe ti dhe unë edhe shumë të tjerë nuk e di, ju ka qënë kundra në atë ko. Ne ato rivlerësimin i pamjes qytetit, pa dushim ishte një shumë pozitive vëtë se kohë. Tani, a mund të bëhet prap ajo? Prap duhet bërë, pa ma tani po bëhet një ndërtime dhe investime, a ishte ndajë në Tiranë, ta përkohën që u bë, ajo ishte gjetje, ishte rrisi, ishte pozitive shumë për Shqipërinë, u fillojt përmënde Shqipëria dhe mori qikë gjyrë qytetit, dhe ajo që bëm për rilindjen urbane, ka shpëtuar Shqipërinë në një fasad, po fasad, fasada dhe qëndrave qytetit, sot janë bërë. Ajde shikon Burrell, jo më jo, po e di ti këtë po. Asësin e forse politike. Jo më jo, ajde shikon të sot Burrell, ajde shikon Bulqiz, ajde shikon Peshkopi. Faktet shu janë. Ajde shikon se si kjo... Viu më shikoj, po ka një Gjermani i banorët. Mbrojtja kapote. Banorët ka një Gjermani dhe në Anglisë, se si e jetës e kejsuat. Që janë atje, tani ku më them. Tani mos i ka tonë bisedat më bërë, tete fasadat, pra po tem që fasadat nuk kanë vlerë, se nuk e përgjësot që kanë më shumë vlerë, kanë shumë vlerë. Keni bërë ju balshin, edhe balshin keni bërë ju atje, qa keni bërë. Tani, qa tem? Qëndrën e qytetit, po ka ikë gjithë balsi jashtë, s'ka më njeri atje. Po dakor. Po pra s'ka, më fasada, nuk e përmërson fasadat. Ata njerës që na votojnë masivisht ne, se ne punojnë për ta, kaq, pik. Fjalla votim dhe zgjedhje në regjimin tuaj nuk përdoret. Ju rrit, pa dushim regulon qytetin nga pikpamën vizive, po ju rrit edhe jetën aty banorëve. Që du rrit atyre? Qa ekonomia? Me ato lek mund ndërtoj një fabrikë prodhonte, që të punësohesh njerëzit. Jo fasadat kotë forcë politike, jo plaka majolike që qoni aty. Po dakord, më bashkohen Partitë Demokratike. Bashkohen mu Partitë. Unë e gjuaj vetën 3 akoma për t'ju bashkohen partijet vjetër. Po dakord, dakord, bëhë forcë. Kjo është e reja, nuk është e vjetra, i thonë jo. Dakord, pra, që t'japësh mendime se si bëhe forcë politike. Në 98-ën kishit një parti socialiste më të hapur edhe më diversive. Kur? Në 98-ën, partia socialiste ishte shumë më hapur, shumë më diversive. Kishte Rryma, që lëviznin, kishte KPD. Ati keni të qeve që ndodhe dhe erë KPD që të qajet pra partia socialiste. Dhe e vetëmja mënyrë që të umi partia socialiste... Nuk e kemi qef një spektakl, nuk kemi qef një parti që të kemi nuansën demokracisë në fondë. E vetëmja mënyrë që të umi partia socialiste është që të bëj prap një KPD dhe të ndajet në dysh. Po t'jemi të bashkuar, po t'jemi kështu si që jemi, po t'jemi të mirë organizuar, t'jemi me ka shumë njerës 300, 600 të rinë dhe treja, ju bashkuan platformës deputetit që duan.